Vllaznia ka nisur prej 2 janarit minifazën përgatitore dimrore në prag të rifillimit të gjysmës së dytë të kampionatit. Kuqeblut kanë zgjedhur udhëqimin për këtë etapë stërvitore, ku do të qëndrohen rreth një javë, me qëllim rritjen e intensitetit dhe përmirësimin e gjendjes fizike të skuadrës. Aktiviteti futbollistik për shkodranët rikthehet më 10 janar, ku vllaznia do të presë Pogradeci në Shkodër për ndeshjen e Kupës së Shqipërisë. Gjatë ditëve në udhëqim, fokusi i stafit teknik do të jetë përgatitja fizike, rikuperimi i lojtarëve që kanë pasur probleme dëmtime, si edhe vëzhgimi i elementëve të rinj nga ekipet zinxhir të klubit, të cilët mund t'i bashkohen skuadrës në pjesën e dytë të sezonit. Paralelisht me përgatitjet dimrore, vëmendja e veçantë i kushtohet edhe Mercatos. Aktualisht vllaznia vijon të jetë bllokuar në sistemin e FIFA-s, çka e bën të paqartë mundësinë e afrimeve të reja në këtë merkato dimrore. Megjithatë, në kampin kuqeblu mbizotron optimizmi se situata do të zgjidhet dhe se skuadra do të përforcohet për fazën vendimtare të sezonit. Emri më i përfolur për të bashkuar me ekipin e Edi Martinit është ai Kevin Dodajt, sulmues 20 vjeçari i kombëtares U21, i cili pritet të vijë në formë huazimi nga CSKA Sofjes. Pas bllokimin nga FIFA, çdo afrim mbetet i pamundur deri në fund të janarit. Ndërkohë, statistikat e gjysmës së parë të kampionatit nxjerrin në parë rolin kyç të Bekim Balës, kapiteni i kuqeblu, i cili së shpejti mbush 35 vjeç, është lojtari me më shumë minuta të luajtura në skuadër, 1614 minuta. Së bashku me Esat Malën, Balaj është aktivizuar në të 18 ndeshjet e para të sezonit, por numri 9 ka qenë më shumë në fushë se çdo tjetër. Pavarësisht lodhjes dhe disa shqetësimeve fizike, Balaj ka përballuar me sukses ngarkesën, ndryshe nga disa titullarë të tjerë që janë dalur nga dëmtimet. Rëndësia e tij në lojën e vllaznisë është e dukshme, ndërsa profesionalizmi, regjimi servitor dhe serioziteti e bëjnë atë një shembull për lojtarët e rinj. Jo rastësisht, Balaj vijon të jetë edhe golashënuesi më i mirë i kampionatit.